E pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thonë: emërtani fëmijët e juaj me emra të mirë, sepse me ata emra thirrën ditën e Kiametit. Na musliman të kena identitetin ton. Emri është pjesë e pandashme e identitetit që ti personi. Shkon katër anë të botës. Shkon këtë Europën, li Europën, shkon Afrikë, li Afrikën, shkon Azi, shkon Kinë, të budistët atje shkon. Ose të hindosë një di. Dhe thuj që kjo ka emrin Gjargj. Gjargj, thotë kjo ka i krishterë. Në më nashtë asaj që krishterë. Pse së është pjesë e identitetit. Me thonë kam emrin Ishak ose Benjamin po. Dy sene me nënë. Thotë ose jahudi ose musliman është. Sepse në me dhe jahudi që në gjesin Benjamin, që në gjesin edhe Ishak. E pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thonë: emërtani fëmijët e juaj me emra të mirë, sepse me ata emra thirrën ditën e Kiametit. Është imagjinat ditën e Kiametit kur je në sikletin më të madh që ka ekzistuar ndonjëherë. Apo thirr dikush me emrin që muslimanëve. Ko qëllët të këti. Ja, ko është të gabonama. E pas taj dikur i bimishmani për bëhet vonë.